ka mbri, dhe më thonë, s'muj me thonë që nuk ka pas sukses. Veç një sekund. Gazeta, po thotë që e ka fshi krejt e ka jetë. Jo, e ka fshi, mirë po, ka gjetë mënyra të tjera, pse e ka fshi, se me atë gazetë, shumë vështirë këshe komuniku me çfarë do partneri ndërkombëtar sot. Apo, ka gjetë mënyra të tjera, qysh me shtri ndikimin në për institucione, në njerëz, edhe në partitë politike të opozitës, për shembull, me kushtetutën tonë, nuk ka pakica kombëtare, ka komunitete jo shumicë. Krejt opiniones shumica partive politike sot i thojnë pakica kombëtare. Sukses, konsistencë, do të thonë punë e vazhdueshme për me ndru diskursin edhe paradigmën në një shoqëni, sukses më atë madh një politikan s'mund me mri. Mirë, tash, a është mirë apo keq, kjo është çështje tjetër. Pyetja sot është a ka konsistencë, si vjen që deri tash. Në çet pikë ka konsistencë. Për shembull, ende flamuri i Shqipërisë përdoret në kuvend të Kosovës, sa që ka nevojë. Përdoret edhe në mbledhjet e vetëvendosjes. Sa që ka nevojë, në mbledhjet e Këshillit përgjithshëm edhe gjitha mbledhjet e vetëvendosjes është vetëm flamuri i Republikës së Shqipërisë, jo i Kosovës, konsistencë. Tash, në raport me Kosovën edhe politikën ndërkombëtare, ç'është do të quajë, ka probleme. Edhe ajo është konsistencë, se edhe përpara ka pas probleme.